Avokat, më lejoj që ta bëj unë opozitën në këtë rast për ta parë ndoshta një këndvështrim tjetër. Ju tha që këta duhen parë në mënyrë të barabartë, pra baraz. Tani, a mos ka një problem këtu kur hiqi shenjën e barazimit, së pari dhe së dyti? Rama tha sot që nëse kjo kontratë është vendosur nëpërmjet lobimit me Sorosin, siç thot PD-ja, atëherë pse duhet të ishe paguar $6 milion, kur vetë PD-ja ka deklaruar që po pristin, vinte Trumpi që ta hiqte. Trumpi erdhi, lekët pse duheshin paguar. Pastaj, tjetra, ju thatë që Partia Demokratike nuk ka problem për këtë shumë kaq të madhe në gjykimin tim parash. Por Partia Demokratike nuk ka deklaruar që e ka paguar ajo. Po përpara nuk mund të deklaroj Partia Demokratike diçka të cilën akoma nuk është shfaqur në bilancet financiare të saj ashtu siç e parashikon ligji. Vetë Flamur Noka, Partia Demokratike. Po çfarë thot Demokratike. Flamur Noka? Unë po të them çfarë them unë nga ligji. Jo Flamur, Partia Demokratike ka bërë deklaratën zyrtare. Po. Pra, Seria Blu që kjo shumë është paguar nga shqiptar patriot në Amerikë. Po. Ka një shoqate magra që duan ta bëjnë Shqipërinë në herë të madhe. Po. Me kampanja Great Again. Tani, nuk është Partia Demokratike, janë patriotët shqiptarë, thot PD-ja atje, ndërkohë që nuk kemi një listë me emra, plus që sa u lejohet këtyre të japin kontribut. Po prandaj ata nuk ndjekin legjislacionin tregtar shqiptar, ndjekin legjislacionin amerikan. Edhe një herë, nuk mund të imponoj unë të ndiqet legjislacioni shqiptar tek shtetat shqiptar të jetojnë jashtë shtetit. Se është ndërhyrje në sovranitetin e tyre dhe në legjislacionin përkatës për ligjin e tregtisë, por jo vetëm për edhe marrëveshjet e tyre civile që bën me kompani lobimi. Këtë e bën vetëm dikush I cili mendon akoma që prokuroria është gjithçka në Republikën e Shqipërisë dhe nuk ka institucione të tjera. Kjo është gjë tjetër. Le të merrem vetë. Pastaj, rasti Rama pse duhet të merret me kundërshtarin politik I cili paguan aq lek? Po mirë, Rama ka thënë ne sa lek ka paguar për me ngoni nga të tjerë në rast se ka paguar? Jo. Na thot ne në rast se ka paguar Partia Socialiste lobim? Nuk na ka thënë se nuk na ka pyetur. Jo të na thot, po s'ta ka pyetur. Pse Rama duhet të ta vendosi këtë në agjendën politike disa analizëve që na bëshin patriotët para 2011-s, edhe pastaj pse nuk I bëri Luli deputet, sot na bën analizën në kulturqet e orës 21? Avokat, çfarë problemi ka nëse kontrata kalon në filtrin ligjor? Kaluar në filtrin ligjor, nuk mund të kalohet në filtrin ligjor të një shteti I cili nuk është palë në atë. Pra e kanë kërkuar shtetas shqiptar që jetojnë jashtë shtetit dhe ata mbarin përgjegjësi në vendin e tyre aty ku jeton. Nuk aplikohet legjislacioni shqiptar në Amerikë. Sepse nuk jemi, edhe një herë, nuk jemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në distancë përfshi dhe Shqipërinë dhe bë shtetin 52. Këtu është në mentalitetin e Spakut. Po, Spaku, ku shkon tek ambasadorët, ti do të dish që në rast se Spaku shkon tek Bashkimi Evropian, dihet që na ka futur edhe në Bashkimin Evropian pa dëshirën tonë. Nëse do ishim shteti 51, atëherë kishte të drejtë Spaku që të hetonte. Po, sepse do ishim pjesë e federatës. Si për shembull ti mua më thua për legjislacionin e federal amerikan dhe të futet Shqipëria dhe të bëhet pjesë e legjislacionit amerikan. Ky është e paimagjinueshme kjo gjë. Megjithatë kontrata ka dritë hije. Shumë apo. Nuk ka dritë hije kontrata sepse nuk është bërë sipas legjislacionit shqiptar, është bërë sipas legjislacionit amerikan. Për shembull, ti nesër kërkon një avokat ndërkombëtar. Dhe I thua duhet vish në Shqipëri të më këshillosh avokatin tim I cili nuk pi ujë, nuk kupton, se nuk ka kualifikimin e duhur. Pse ti ke paguar lek nga një kushurir I jot jashtë shtetit për të sjellë një avokat që ai ka lek ta pagojë dhe të ndihmojë ty, kjo quhet korrupsion? Po flasim për një parti që kërkon të rikthehet. Jo, kjo është mashtrim publik. Edhe një herë po të them. Rasti Velia që solli avokatin nga jashtë shtetit. Ishte korrupsion? Jo. Lobim ishte. Lobim turpshëm. Sa ai duhet kishte besim te drejtësia që ka votu partia vet, edhe ai u krinonte në Këshillin Bashkiak duke përzuar njerëzit nga shtëpia me pushtetin e arrogantit.
Lobim quhet edhe ai. Lobim Edhe quhet edhe ai. segmentet caktuara të opozitës ngritën Lobim quhet edhe ai, të lutem. Lobim quhet edhe ai që Erion Velia e mori një avokat nga jashtë shtetit, e solli në Shqipëri, lobus quhet ai. Sa ai nuk ka të drejtë të bëj këtu, nuk ka të drejtë avokati këtu të ushtrojë detyrë ku nuk është i licencuar, nuk ka leje. Pra do të thotë që zoti Rama të interesohet për aleatin e vet që ka në Partinë Socialiste akoma derisa ta shkarkojnë në shtator ose tetor që duhen zgjedhjet parakoshme në Bashkinë e Tiranës. Por Rama nuk mund ti të thuash për kundërshtarin politik çfarë bëj ai me lekët e partisë vet. Sa atëherë na lind edhe ne si qytetarë e drejta të pyesim zotin Rama dhe t'i themi, edhe ti merr lek nga buxheti i shtetit. Sa lek paguan partia jote te lobimet? Avokat, a mendon që relativizimi e dëmton këtë? Jo, nuk e dëmton, s'është e vërteta, nuk është diçka relative apo çu. Janë të barabartë, që do të thotë, çdo parti politike në Shqipëri dhe politikanët shqiptar, Rama, Meta, Berisha, Velia dhe gjithë, kanë përdorur lobimin amerikan, sepse në Shqipëri ja kanë rritur kaq shumë nemrin, vetëm fjalë amerikan, pra thua amerikan të s'intereson çfarë fshihet pas asaj gjëje. Thuje Uri Kim, nuk intereson ta ishte ajo antare Partisë Demokratike Amerikane. Thjesht u shfaqte ajo aty dhe ti thoshte hani bar ju, sepse këtu prodhojnë burgaxhi këta dhe në fund fare zhvillohet vendi. Dhe Donald Lu thoshte në një moment shumë të bukur, ku je Lua këtu ose Aleksi? Aleksi ku je se Erion ne ke lënë vetëm.